Shqipëria qënë ka vëndi i çudirave, po jo vetëm ne në fakt. Më ka bërë shumë përshtypje një video e bërë virale dhe më pas e shpërndar pothuajse në gjithë mediat shqiptare që u bë shkak për një furi komentesh nga më të çuditshmet. Po në fakt çfarë ka ndodhur, t'ju tregoj historinë dhe më pas të kaloj tek pjesa tjetër. Një 52 vjeçar shqiptar, Renato Shehu, i cili administron një vilën Renato në Ksamil dhe disa apartamente, kryesisht verore, pra që është në biznesin e tij, po themi në punën e tij, duke pirë kafes bashku me vajzën e tij në një zonë Ksamilit, vuri re afër kafenes të rrëzuar në tokë një portofol. Burri e mori portofolin, e hapi dhe brenda tij pa një shumë të madhe parash, një fotografi familjare, një ID dhe 2-3 sendet vogla personale brenda portofolit. Ai numëroi 1 për 1 lekët dhe rezultoi që brenda portofolit ishin 17.500 e ca dollar. 17.500 e ca dollar. Shtetasi që dispononte portofolin ose shtetasit ishin të huaj, ishin Ukrainas, dhe nuk kishte asnjë të dhënë tjetër më. Portofoli ishte në një vend publik, pra po themi nuk ka harruan as në vilën e tij, pra në vilën Renato, as kund tjetër, ishte në rrugë. Atëherë Renato dhe vajza vendosën që të mos mbanin një gjë që nuk ju përkiste. Dhe telefonuan policinë e shtetit. Policia tha që mund të shkonte ta merrte portofolin atje ku ishin ata, ose mund vinte ta sillte në polici për të bërë edhe deklarimin e denoncimit pra të gjetjes. Renato vendosi të shkonte vetë në polici për të dorëzuar paratë e tij. Video e momentit të mbritjes Renatos, numërimit parave, denoncimit e tjerë, u bë publike nga vetë policia shtetit, kështu që ju mund ta shihni këtu. Përshëndetje. Quhem Renato Ksamil. Në Ksamil, afër plazhin Poda, kemi Poda, varri një palm, kanë gjetur të çan dhe erdha ta dorëzoj. Renato e mbaroi punën e tij, lajmi u bë publik, një numër shumë i madh mediash e morën dhe e përcollën, por çfarë më bëri përshtypje? Në një kompani që merret me administrimin e komenteve të mediave online, rezultonte që thuajse 83% e komentuesve e bënin copë Renaton sepse ai dorëzoi paratë. Dikush e bënte naiv, dikush e bënte budalla, dikush e bënte njeri të paaft. Pse? Sepse ai kreu gjestin më fisnik, më human dhe më normal që duhet kryhet në botë, dhe siç duhet ndodhte, i dorëzoi të Zotit paratë që kishte humbur. Kjo ishte gjëja më e frikshme. Dhe është e frikshme sepse ne ndes sot nuk kuptojmë se çfarë po ndodh me shqiptarët. Pse kjo shoqëri shqiptare kaq e dhënë pas parave vjen dhe kthehet në një agresivitet të tillë, ku një njeri i cili duron, kthen mbrapsht portofolin që e ka gjetur në rrugë dhe që nuk i takon atij, është një person i tjetër, dhe arrin ta gëzoj familjen tjetër, ta sjell atë në, po themi, ta bëj falenderuese, në fakt quhet njeri i budalla, njeri që s'kupton, njeri që s'merr vesh, njeri i pa Zoti, ndërkohë që hajduti ordiner e tjerë quhen Zot. Po do merrem pak më pas me këtë. Tani dua ta vazhdoj pak më shumë historinë. Mundova të kontaktoja me Renaton për të bërë një intervistë shkurtër me të, për ta falenderuar edhe në emër të publikut për gjestin që ai kishte bërë për te postimit të policisë. Dhe çfarë mora vesh? Renato nuk donte të fliste. Deklaroi që nuk e kishte bërë këtë për të bërë i njohur, kishte emocione, as vajza e tij që ishte prezente me të nuk donte të fliste dhe thoshte kishte emocione, thoshte nuk bëm asgjë të veçantë, bëm një gjë që duhet ta bënte secili nga nesh, portofolin e gjetën në rrugë. Por gjëja që më bëri më shumë përshtypje, edhe pse ata nuk e lanë të kuptoj vetë, ishte që në momentin që u gjet pra ID-ja edhe fotografia,
Vajza u mundua të hynte në Facebook, gjeti një grup ki parasysh me gjuhën ukrainase dhe i shkruajti gruas që kishte portofolin duke i thënë që ne kemi gjetur një portofol tuaj ku është një shumë parash, është një foto juaj familjare, është ID-ja, kështu që të lutem na kontaktoni në këtë numër që të vini të merrni lekët. Dhe gruaja ju përgjigjej vetëm me një thank you të shkurtër, pas një reagim tjetër. Kur shkuan në polici, morën të gjitha të dhënat, policia njoftoi personat që kishin humbur, ishin ukrainas, burr dhe grua ukrainas. Burri dhe gruaja ukrainas ju thanë që personi që gjeti parat është një shqiptar, Tilani, është këtu, mund të takoni. Familja refuzoi të takonte, tha jo, s'kemi në interes të takojmë, dhe ndërkohë numëroi 2 herë lekët se mos kishte marrë në një lek Renato. I numëroi 2 herë, tani them unë se mos kishte marrë lek Renato, po i numëroi 2 herë për të parë nëse ishin lekët eksaktësisht aq sa ishin. Natyrisht kjo e kishte fyer burrin shqiptar sepse ai thoshte që po ishte për t'i marrë unë merrja të gjitha, nuk isha pse do merrja një. I numëruan deri në një, refuzuan t'i thoshin qoftë një falenderim të thjesht Renatos që i gjeti këto lek, pra t'i thoshin të paktën falemderit për këtë gjest që bëre për ne, dhe ishin larguar duke tundur pak kokën policist, paktën sipas informacioneve që më dhanë, në punën e tyre, Renato në punën e tij. Ky pastaj ishte një gjest që ndoshta tuajve mund t'ju duket normal, por për shqiptarët është mosmirnjohje mirëfill dhe mosmirnjohje e pastër fare, domethënë nga çdo anë që ta shohësh. Por tani po i kthehem problemit tjetër. Ishin apo s'ishin mirënjohës Ukrainës, se do të treguan mirënjohës apo mos mirënjohës, duhet të falenderonin apo jo, duhet të takonin burrin, qoftë edhe për ta parë në sy njëri kaq të ndershëm që gjen $17,000, që ndoshta mund të ishin fitimi i tij një viti ose edhe më shumë në biznesin e tij, dhe i dorëzon policisë sepse nuk donte të merrte diçka që si përkiste, pra diçka që nuk i takonte atij. Kjo është një çështje tjetër. Çështja që mua më shokon dhe më duket e pabesueshme është fakti se si mundet që shqiptarët të jenë kaq të etur përpara. Si mundet që njerëzit në vend që t'i thonë një burri i cili kryen një detyrë fisnike dhe normale për cilën që fëmijë prindrit ta thonë në dy, gjëja jote nuk takon ty, gjën që e gjen rrugë shko dorëzoje, të mund ta quajnë të paaftë, të pa Zotin, të pa zgjuar një njeri që bën gjestin fisnik. Dhe si mundet që po kjo shoqëri të quaj hajdutin, ordinerin, atë zyrtarin që vjedh, atë tregtarin që bën hile, atë njeriu që ta hedh sy në sy ta quaj të Zotin. Pra atij i thua ai është burri i Zotit, ndërsa ai që nuk vjedh, ndërsa ai që dorëzon gjën, ai që nuk do të jetë i pandershëm, ai nuk quhet i Zotit, ai quhet i paaftë. Çfarë po ndodh në shoqërinë shqiptare? Sepse ky është një nga problemet që me cilën ne do të përballemi vazhdimisht, dhe ky është një problem të cilin nuk po japim dot zgjidhje. Si shpjegohet adhurimi për hajdutët shoqërinë shqiptare? Si shpjegohet adhurimi për abuzuesit? Si shpjegohet adhurimi për të fortin, për njeriu që funksionon me dhunë, për njeriu që funksionon me sharje, për njeriu që funksionon me fyerje, për njeriu që funksionon me vjedhje dhe për çmimi për njeriu e ndershëm. Historia e Renato Shell, 52 vjeçarit, i cili duke administruar një vilë në Ksamil, Villa Renato, gjen $17,000 dhe i kthen, ndërsa ne e quajmë budalla. Mua më bëri të reflektoj thellë për të kuptuar që shoqëria jon ka probleme serioze. Gjithsesi, në emër të gjithë atyre njerëzve normal, unë do doja t'i thoshe sot Renatos, falemderit për gjestin tënd, falemderit për çdo gjë që bëre, sepse ky është një gjest që i bën krenar të gjithë shqiptarët.